Ky emision mundësohet nga Care and Hair Fix, Bavaria, Migros, Biostil, Mons Pools, Konsan, Mishtore Meli, Autosaloni Alberti, Hia e Maleve. Përshëndetje për këtë shikuesve dhe mikrofonit. Mirë se vini në sezonin e ri. Jam shumë i lumtur që jam sërish bashkë me juve dhe po hapëm këtë sezon. Sot kam kënaqësinë me prezantu bashkë moderatorën tonë të re, Ega Islamin, që kam na shoqëru prej sotit bashkë me neve. Mirë se ke ardhur Ega. Faleminderit shumë Ben për ftesën. Të falenderoj shumë edhe jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë te za mikrofonin. Edhe mes po pres me nda rrugtimin ta me juve edhe me krejt shikuesit. Faleminderit shumë. Një falënderim i madh shkon për gjithë ata që na kanë shkruar, na kanë mbështetur dhe na kanë shtyr që na me fillu sa më shpejt, pak juve s'kish me qenë kjo e mundë me fillu na. Për me nis sot kom zgjedh një mysafir special, ikonë e muzikës shqiptare, një këngëtar që mbi 50 vite karrierë, që unë e çmoj dhe vlerësoj shumë, që është vendasi imi me neve sot Veli Saiti. Mirë se ke ardhur Veli. Mirë se ju gjetëm nderuar. Falenderoj shumë që ke pranuar me ardh, që ke gjetë kohë. Jo, me plot dëshirë vini, njëri t'ju përgëzoj për këtë emision dhe ju dëshiroj pra para se gjithash edhe suksese të matutjeshme, edhe pse keni pasur suksese në të kaluarën. Kështu që besoj që edhe ky emision do të jetë i shkëlqyer sikur të tjera. Faleminderit shumë. Unë të ndjeki prej fëmijërisë na që edhe bashkëbiseduam para se me hi në emision. Unë jam rrit me këngët e tua. Edhe thash edhe më herët që ndoshta 80% këngëve tua i di. Edhe të përgëzoj për krejt atë punë që ke bo ato këngë 20 albume, që është një rast i veçantë, më thonë që unë nuk e di që dikush ka albume më shumë. A kështë mujtë edhe më mas ku... Bini, do të kisha mundë lidhë të këto 20 albume. Unë shpesher vetë në intervistat e mia, unë kam thonë, nëse një album në tjetë i mirë, dërsa tek une ka kalu kjo pjesë voliminoze e albumeve nga ajo se nuk jam varur nga kompozitorë që të ma shkruan një këngë apo ta marrë prej dikuj. Po kam kriju vetë këngët, kuptohet pjesa tekstuale ka qenë nga tekst shkruesit, e mikë, kështu të nërgut çka i kum pas edhe i kam tani, ndërsa muzikën e kam bë. Kështu që jam mundu vetë ti që ndisi ato notat. Sa ke mujt me menaxhu jetën, dhe më thonë me menaxhu gjithë këtë vit, këto vite karrierë që i ke pas, këto këngë. A ke bashkëpunu dhe me kompozitorë tjerë, me tekstshkrues e di që po? S'ke qenë tekstshkrues e gjitha këngëve, apo? Tekstshkrues, unë me thonë, vetëm fillimi ishte një 2-3 tekste, pa ta provu vetë vetën bini, po nuk shkojke. Kështu së në gjësha vetën në kompozim. Edhe e ndërprejta atë që kështu të më vinte ma interesant kur e marsha një tekst prej një tekst shkruesit tjetër koshë. Për shembull një shkrimtari kishte botën e vet, dhe kështu që marsha jetosha njerë në tekst. Do me thonë, një spaku ka qenë te une, ka qenë edhe një proverb, por kanë qenë edhe ato këshillat që na i dhonshin profesorët e nderuar në shkollën e lartë pedagogjike. Të ke gabim është kur të incizosh ndonjë këngë, e merr vetëm instrumentalin, e ke kriju, do me thonë, këngën si këngë. Dhe pastaj mundosh t'ja dhash tekstin. Kjo një gabim, ata nuk e pranojshin këtë mënyrë të kompozimit, do me thonë edhe të formës një këngë, kështu të shtjellimit një këngë. Dhe thonë të kështu, para se gjithash ju sugjeroj që ta merrni pjesën tekstuale, t'jetoni spaku një muj ditë në atë tekst. Gradualisht ti ta ndjesh ato shpirtnisht, ato vargje, ato të thurara si duhet, dhe pastaj ti hysh kompozimit dhe të kompozohet pjesa melodike. Kështu që gjithmonë në këtë parim jam nis në atë ta quj suksesin apo atë Chelsea Magic, çka u bë 50 vite këto këngë, edhe ende po ndëgjojnë edhe një gjeneratë e tretë. E këtu ka qenë ai Chelsea Magic. Këtu ka qenë që gjithmonë para se gjithash kam jetu në tekst, domethënë para se gjithash, dhe pastaj janë kompozu pjesë harmonike për shtatjes tekstuale. Në kohën moderne, në kohën tonë, e di që bëhet zakonisht vija melodike tash, pastaj bëhet teksti.
Më thonë, për para ka funksionu teksti fillimisht, a? Teksti gjithsesi. Teksti ti tjetosh në ato, të frimzosh në tekst, në ato vargje. Shiqo, këtu është pak bini ajo aj gabimi i madh se kemi tekste melankolike. Ti tash nëse ki aty pjesën melodike të gëzueshme, të hareshme, si do ta thurrësh atë? Aty kënej këndon, do me thonë pjesa tekstuale është... Kjo është mos ju një baraspeshje si duhet me qenë për shembull në këngë. E kështu që kur ti e ki sentimentalizmin, e ki melankolin, pjesën tekstuale, po dhe vetë notat, vetë figuracioni notave të kompozuarit shkon me atë figuracion. Edhe ajo është kapët mirë ajo këngë, si me thonë, dhe kanë bjetu kështu të këtë formë këngët tona, që të mbjeton për shembull një këngë 4-50 vite, me të vërtetë edhe ne kur kemi kompozu në atë kohë, bini se kemi mendu që do të zgjatë për mi se 5 vjetë, asë që zgjatë 50 vjetë, kurse se heqë, asë që kemi andru ata atë. Ndeshta me ndërlidhë dhe këto, si ju pëlqen muzika e sodit, a ju pëlqen artistat e ri, çfarë mendimi keni për ta? Po, globalisht, ta them edhe këtë se rock'n'rolli i sotshëm nuk është ajo një krizë vetëm tek ne në Kosovë, ta quaj, apo në Shqiptari. Po kjo globalisht ka ra forma e rockut, prezentimi i rockut, sepse ajo ma mërmenja që edhe ka bo pjesa digitale. Do me thonë tash timpanët, ato që kemi pas gjithmonë problem, na i kemi pas bateristin, live i kam shumë në studio. Po. E ndërsa sot, ke mundësi me onë një sinti, ti kesh të gjitha, parimisht gjitha instrumentet. Ndoshta edhe gitarën aty mund ta improvizosh. Si imitu si instrumenteve, po. Ma mërmendja që këtu është ajo esenca kryesore që mos flas për të ne në Kosovë, por globalisht e shohmi që rock'n'rolli nuk është në ato sazat e viteve 60-70 kur kemi dominuar. Gjeveli, a menon që përgjithësi muzika live po rikthehet, se veç që në verën e kalume tash disa prej këngëtarëve tanë kanë organizu koncerte me bende live. Spedia e ke përcjellë se atë ka është Limani shembull, e ka disa të tjerë që janë të përgatitur, apo beson që ka më rikthy muzika këngëtar që me performu live me band? Tive që ke marrë këtë tradit? Po, këtë problem na përpara, hoxhet ne kemi ekzekutu në për koncertet tona. Nuk kemi pas diskoteka, ndoshta night club aty këtu, por e përgjithshmja jonë ka qenë gjithmonë ekzekutim live koncertal. Por ajo që ka habit vitin e kaluar, kur erdhën ja 2-3 vjet të rinj dhe më habitën nga ajo, një 4-5 koncerta je interesuar të mbash në Gjermani. Po shiqoj tash, hoxhit na jem të interesuar, por a jeni ju të interesuar, a do të vjen dojkush na shiqon ato koncerte, mos të vim Badihova kot aty, të marshojmë këtë rrugë. Jo, tha, Xhaveli tha kështu. Tha, na i kemi mot impulset e kësaj pune të përgjithshme. Në diskoteka, ju grupet e vjetra, gjenerata jote nuk shkon diskotek, nuk i përcjell ato në disko shka ekzekutohet, do me thonë format e ndryshme muzikore. Dhe ju na keni mbet, do me thonë aje pret një formë koncertale, po që s'ka. Që tu i kemi marrë atë mekanizmin dhe i kemi marrë 3 grupe. Tash këto rrjetet sociale, kam bërë të vetën, edhe tha ndër për pos një grupi, që ka qenë Elita 5, tha i kemi marrë 5 koncerte, tash po më vjen mirë, e thash, qka që shërtë puna e Triksit? Tha, puna e Triksit, prej 3 grupeve ju e zut vendin e parë. Tha, për atë arsye, tha, kështu që adërust, ta në këtë kontest jemi nisë edhe kemi ardhë në Ferizaj, ta lidhmi kontratën për 5 koncerte. Bën mu befasoj kjo me një farë mënyre. E në realizuar ato apritët? Ishte interesante kur në ajo 3 muj ditu firmos kontrata, por e kanë dhonë ato online biletat, me një qmim, se di se sa, por që shitën mrenda mujit 1800 ofër 2000 bileta,
si cilin koncert, 5 koncerte, shka kemi pas në Gjermani, me Frankfurt, Stuttgart e këto vende tjera, krejt sallat kanë qenë përplot. Edhe qka ishte ajo qka më ranë të sy? Bini se tash fletoj edhe këte se jem kjo formë edhe i vynë për generatat e reja, sidomos. Ajo më mbinte në sy kur babaj ishte me vajzën ose ishte me djalin, edhe këshin orë ta shqiqojnë koncertin tonë, pra dhe më thonë, ullë, dhe shqiqoj ajo ishte madhështia ma e madhe, kur pastaj në fotografi dollëm së bashku, do më thonë me adhërus tonë, edhe i thonë te, ja, pra, kjo është idoli im, me këte, po bre bab, unë e di që ndoshta krit a gjavelis se di a e din kongët ma mirë se unë. Gjithmonë kur ke him vetur, e ke morë kasetën, ato shka kanë qenë sherita, veri sa hidin ta ndëgjojmë. Edhe deshte pa deshte, unë i ku mësu ato kongë. Edhe tha, që ishte kjo, bini ajo shfletim që, ja, pra të ke që që rock'n'rolli i viteve 70-ta. Ja bëtë të fëmijës, do më tonë ato të rritun, por në këtë mënyrë çfarë entuziazmi edhe neve na dhani kuraje, më tonë të drejtën, edhe ne e pom vetën tamon si artista, se forma koncertale është formë koncertale. Pak ma parë në bisedum edhe atë se me të vërtet, une aty e kom dje vetën që po disha ta ekzekutoj gitarën. Me një zërim mos e 150.000 watt, 200.000 watt, që si mi mësu, na se praktikojmë Kosovë. Edhe se kemi praktiku, dhe aty kur mikseri ishte Gjerman, edhe montazheri Gjerman, krejt ishin ata, se i kërkun edhe nga ne, se aty bendet, bënë se dhe ty të karo shumë, ke dorë për jashta në për turnetë ndryshme, me labën e një kontandem, por aty të ne, unë u frigojsha nga ona teknikës zërimit, se qysh do tjetë. Dhe në koncertin e parë në Stuttgart më kujtohet, ta të zërimit që ka ishë ndryqus, ta ku i kini mikserin, edhe po mendoj këto, që a i juve, se çdo band do t'i ketë atë. Mikserin e do t'a ketë ato për drita, për shembull miksimin sen. Edhe unë pa një, pa dy, si kishë shumë me vete ata, edhe pjërruat me kratë, po mi thonë që, na nuk disponojmë me këto hiç zbon, se rashëm shumë keq, me një dilim shumë të keqe, por me gjitha te tham, të smuti kemi edhe kanë met ata në Kosovë, s'kanë mujtë me ardhë. E kështu që na jemi në gjendë me ju pagu juve, që sa do këdo, se ata teknologjinë e njofshin aty, ta nuk ka problem, na mujmë t'i krymë këtu, por na shta pak në ndryqim, nuk mujmë se sidim rrethonat e këngës. Sa atje, ato laqot, ato qka ishin dritat, çdo kongë, për shembull, nëse ishte sentimentale, ai të shonte ato dritat sentimentale, do me thonë gradualisht, jo veç më të buë, ty vetëm më donë drita ku ta dionim. Kret, me një skenar, me një performancë të shkëlqyshme. Mbesin këto 5 koncerte që tani, mendoj që kemi oferta, do dalë me ndo vende tjera, po s'po i cilë. Vajzëvelit, du mu rikëthyte konga me zëshkonja ime që është hit që so vjetë edhe që është hit që ndëgjohet vazhdimisht edhe kur u bo, në cilin vit u bo kjo kongë? Që isha post të qef edhe me knuna live tash? Po, do tha interpretoj gjithsesi me plot qef. Zeshkonja ime ka qenë edhe një gjyqmore kjo para familje se une bashurtën e kam bjonde. E qka u bu kjo zeshkone? Por me gjithate, pa tjetër kam kompozu edhe një këngë për bjondinin. Mira ma zeshkone se u lyp ka ashtu të kërkoj ke gjithsesi. Edhe kënga zeshkonja ime sa e di, dikun vitër 7-6. Ka qenë inqizimi i parë në Radio Prishtinë, verzion i parë, po i cili ka qenë 4 kanale. Pastaj jëmë detyru me... Mas so vite ka ndodhë verzioni i dytë? I dytë ka ardhë dikun mas një 10 vite, muj me thonë. Mas 10 viteve, pse bini se atërë s'kemi post mikset, patarë veç dikun 84-85, në erdhë mikseta 32 kanalsh. Gëzimi maj madhë i gjitha rock bandeve në Kosovë. Këni mujtë një këtë kanal me inqizu. Mujshëm t'i miksojmë timpanët, mujshëm t'i miksojmë gitarët e kështut, edhe e luta producentin e ndëruar, profesorin e ndëruar, është edhe në prova. Tash, a ko mundësi, profesor, tash ti hymë edhe një 2-3 kongë spaku, ti
me studio, s'po shkoj me senet reja, por po shkoj me qëto të vjetra, po t'i rikthejmë të vime dhe nërë t'i ekzekutojmë. E na i mësoj ato. E kështë që incizimi ka mbet tash i viteve 80. A e kështë më gëndu bashk? Po, me plot qef, vini? Gej qëtojnë, a? Po. Qëtojnë a katë, okej. Mojze shkanja ime, shikimi yt ndjek si zjarr, pran lumit qëndrojmë të dy, e zemër keme një man. Mojze shkanja ime, shikimi yt ndjek si zjarr, pran lumit qëndrojmë të dy, e zemër keme një man. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer që t'adhuron, adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer që t'adhuron, adhuron. Wow, sa mirë, fandet shumë. Apo shikazone e nda jo? Shumë, bravo. Faleminderit. Shumë mirë. O Gjavile, qysh e ke rujt zonën? Po më thonë drejtën, bini... Që Sovjet e një të ngjyrë. E jo mundu, para se me dolim në pension, mund të them ajo ndryshoj ritmi i jetësime. Se e mësu gjithmonë t'i mbaj 5-6 orë në arsim, kështu që ato mungojshin dhe thash, pse si kthejna një aktiviteti tjetër, për po studion që e kishëm, aty po nëshëm me djali me thësarin bashk, por thash që ato 6 orë, qka do të bëj? Edhe ato 6 orë, thash 2 orë e kam bicikletën. E bleta, min herë pa ta ble një bicikletë. E bleta bicikletën, 3 nerkat dhe gjdo dit është e pa mundër, a është qëfar sezone mundët me qenë, dalë spaku një 5 km apo 10 km në dit i baj. Unë tani kam 70 vite, por të them të drejten, këto jo mundu edhe një mjek që më pat preferu me këte, në lidhje me ato 3 proceset atjetës që du t'i merë mas pensione. Thash, për një pedi, po dhe këto 2 tjerat, tha kryt një astek mësëqit, kokën tonë një astek mësëqit, pa hec, jo me vrapu, hec, një herë me ngronë ushqim, do me thonë, një drek, po të mirë kështut, darkën do t'a fshjesh. Darkën jo, kur që si ta konsumosh, mëngjesin të preferoj ben 20 qaja mi pat shkru, të lëdhëshëm sot i di, nejse, mës të marko me to, edhe tha, 2-3 qajna i përdor me ato qeset, qka janë tipisht edhe një ndunë mjallët. Kështu që, jo me nërsi që është mëngjes, ajtë një macchiato, ajtë këto fshish. Dhe, bini, po mdo këto kanë diku, shumë maj këfjellun, të them të drejten, ato vitet, kur kam pas gjatë vite, shumë një plokështie kum pas edhe kur dilsha edhe në mikrofon. Si disi, pa tu pa jo, shkollë, shtëpi, studio. Konduksionin më ndikon shumë një trekansh i prafërt. A ndërsot tani, sa dush ko, dhe po mujti konkretizoj. Këto, që kjo është ajo, ajë qelë, si thojnë edhe të kësaj që... Edhe kam thonë edhe këte, edhe një tjetër, kam thonë që po që se atë ditë filloj të kolitëm në mikrofon, atëre duhet... Jo, mërë kina kiko. Ti thime edhe asoj që deja ty e ka pas. Pra, kështu që njerë ende s'ka fillu kolli, edhe besoj që ndoshta i lumi zotë sa e ka shkruar jetën. Qa dasht me dita që vele shumë, a kina i hobi tjetër përveç muzikës? Unë e thash kë aktivitetet sportive, këto janë por edhe nuk kisha me thonë si hobi, por pikturën e du shumë,
edhe grafikën. Nga kjo, kur e patëm kry në shkollën e lartë, është edhe tjetra se dëshira ime ishte që të vizatoj, të punoj diçka, edhe ajo shumë ka dhonë një farë inspirimi, kur u lodhsha në muzikë, e marsha, ose që ashtu të punoj shumë nga diçka në do një piktur, u qlodhsha. Po kur për shembull, nashta u lodhsha pak nartë, fillojsha në muzikë. Domethënë kjo ka qenë një ndërlidhje imja gjithmonë, po ato e kom po si hobi. A i keni rujt pikturat që keni bo? Po, kam shumë grafika, edhe çka është tjetra, o gjithë, duhet ta them edhe atë se një vit e pa ta kryt akademie, se ma në aton thash unë i mësova vjetë, së më vynë në akademie e artit, edhe se ashtu të më punojsha unë kulturën muzikore edhe osha në shkollë, kështu që pritojsha edhe atje, por nga Koreshtja shkova në artë, këtu në Akademinë e Arteve, e kom pas bashkë të ndjerin Ibrahim Ponosheci, në dhoke grafik, dhe aty e kemi pas vitin e parë, e pa ta përfundu, dhe mas i mpyte edhe për këte, dua të shfletoj edhe këte, se me asë një intervistime se kom shfletu këte. Ne si studenta nuk ishëm paro. Kuptohet, kishëm ato atë fukarallëkin tonë, por tash të mbjetuot ato që të shkojmë me nëj film, kinema, të shqiqojmë do një film, edhe i shumë atëre ato banesat, kushtoj ke në atë ko, i marrë shumë na punëshëm, edhe shkëshëm në për kafeteri, a pi blen këto punime grafik, mirë, a keni vizatu ju, po bre, i punëshëm në atelier ato, në akademi, por një ditë për i ditëve, kishë pas në dëgju profesori që jem të shqit punimet na, po dormi në për kafeteri. Qërë tha, veli, po mdo këtë, do punimet tua i kum po në për këto kafeterit, në Prishtinë. Thash, po vëlla prof, po do të nbjetojmë edhe nezë, ose s'paku në disa të vëlla për navim për autobus. Jo, tha, po ju kuptoj, po do t'javjap, do t'ju them diçka. Pa t'holla, më sjep një punimet. Edhe përshë, jo, pa t'holla, që shi japi në profesor. Pa t'holla, jo, se shiqo, nëse tia e pa t'holla, aj punim e merë, ose aje, e vënon aty, ajo mund më myk, apo plunosët, dhe pa pare ku marë. Pa pare. Nëse ja ke marë një 10 euro, 10 mark në atë ko, ka qenë, apo 20 mark, s'pakun 3 mujt i thot gruz. Je kja bre pluni se me pare ku mblej ato. E të shpondrisha. E këte, ma shumë men, që s'paku pluni u je ke bin prej punime. Po ja një jetë studentore ka qenë e kanshme edhe. Me të gjitha ato për të ke. E gjitha jo, edhe mira edhe keqe. Gjeshta më të pytë, a ke pas kërkes se ki shumë hite, për nëj këngëtari të ri që për me bo një remake, për me ripërpunu nëj këngëtarën, ose ti kam për rap artistave, se ki këngë ki hite, ki refrena që këshin mujtë, ndoshta më kombinu. Po, pe kuptoj. A e kështë e bo? Gjithsesi, une të them të drejten, shpesher në intervistat e mija, ashtu, po saqërisht, a Gjavelit tha, këto këngët, mujtë t'i marrëmi t'i përpunojmë, gati si shdo 3-4 ditë, apo në t'a marrëmi këtë këngën. Me një fjali, t'a them ato, o merë një agjit punoni, ajo një prioritet vetë për muë, si kanktore, gjitha. Ajo më gëzon ky rast, edhe një generate të re, t'a merë një këngë, t'a përpunon, edhe i tham, edhe mundon t'a këndosh edhe ma mirë se unë, se ajo më knaqë. Sinqerisht të them, kështu që kjo mbetet ajo, ku do në gjo ma të mirë që për shemë, kur të një generate të rejtë, thot, a Gjavelia, pa më jep këtë këngën të mbulov të reja, ose undam në rësirë, ose si të them, ose këto. Ajo është. Por nuk di dikushin të është ta mund me qënë, si cili ka variantat e veta, bena din, edhe dikush në është ta pak nguron nga jo, qësi bre, pse ma murre kongën, që ma murre kongën. Jo, mëre, merre kongën edhe kënë edhe ma mirë se unë, do të kisha më knaqë. Të mbëllof të reja e kështë më këndu, Gjaveli? Që të fesja, mëna? Ndoshe nge, ndoshe fes, ku të dush? Nge, banë edhe nge. Nge, okej. Të mbëllof të reja? Po, të mbëllof të reja.
Për ty m'digje zemra, te ti më rrim mendja, të mbulov të reja, moj të vrap të rufeja, të mbulov të reja, moj të vrap të rufeja, për ty më djeg mali, gjallë mba në shpresa, e moj të marë të djali, e moj të vrap të besa, moj të marë të djali, moj të vrap të besa, për ty m'digjet zemra, ndaj s'më merë gjumi, për ty moj bjondin, e moj të marë të lumi, për ty m'digjet zemra, ndaj s'më merë gjumi, për ty moj bjondin, e moj të marë të lumi. Brava, ka 50 vjetë më ropa. Në cilin vjetë u bo kjo kong? Mine, mas dhe shkon, e di që vitë 70, ka qenë të 7, para se me shku në shërbim ushtarak, atër ka qenë dikun 79, 78, 79 që patë më shku. E di që para asoj kohën, e kem pas incizu në radio. Edhe sot kom nostalgji, me të vërtet, ndaj këtyne kongve dhe kur ti këndoj, thom qysh kom mujt në atë kohë, në atë rinien time dhe ti harmonizoj pak sa do kudo, se tash është interesant, bin. është interesant, a gjaveli pse po kompozon dishka s'kur të kalumën. Me të vërtet na pak tash pingarkojmë kongët. Po. Shumë kongë ma të leta, shumë ma mirë jënë prit, aq ma shumë kanë bjetu. Na tash po fillojmë ma tepër akorde, ma tepër septakorde, kvинtakorde, sekstakorde, edhe nuk është ajo ambërsia, vini se di sa po jam i kjardë. Po. Palam të mirë, palam të mirë. Palam të mirë, po. Ishte edhe kjo një këngë e cila... Këte kemi bo pas luftës. Pas luftës dikun e kemi bo në 2001-2002, më duket. Sa... Palam të mirë, apo ndoshtë edhe ma herë më së bo dhe para luftëm, ndoshtë në vitet 90-a mund më konë, se e di që pak albube kemi edhon pas luftës. Qëfa notë e këshumë bo, së në fest, ha? Këto na. Po? Palam të... Okej. Palam të mirë mo ju largove, më le në vetëmi, nuk besoja se do shifemi për sëri. Kanë kaluar plot 7 vjet, pa i shpjeguar njëri tjetrit, e pse undam aq let. Më beso se të kam dashur me të vërtet, dhe kuptoj se më ke dashur u edhe ti vet. Se më ke dashur ti moj vajz, unë mire e di. Mirë po fati s'na busqeshi në dashuri. Tash kur ne të dy u pa moj përsëri, gjithë shka kishte marrë fund për ne të dy. Dashuria jon tash kishte mbaruar, kur n'tregove me lot në sy se je martuar. Po më këtanë edhe mund në brapa ko.
Qa bësh kjo? Qysh me mujt, është vëllim e po një si kongë edhe njerë. Ja, do ta bëjmë një këngë. Kena me po të shka bashkë. Do të prespejteje, binim. Pa tjetër, me Besoj shumë që krasi. edin atë variantën, stilin tim dhe do ta pres një kompozim nga kompozitore dhe e kom bashkë vendas të imin. Po. Kur edhe me babajn kem punu së bashku ndjerin. Unë e mojnë menë, është ta binin shumë të vogël, po me gjithat e ka pas në talentin e ka një halit shumë në formën e muzikës, dhe me thonë, në këtë kontest për thëmë se ka pas dërvdjelësin. Po. Sepse edhe babaj veti i binit ka qenë këngëtar, ka njoft muzikën, ka njoft zhanët e muzikës, ka njoft zhanën e muzikës tamën të mirë fillë Shqip. Po, ne kemi këndu dhe kemi frimu Shqip dhe vetëm Shqip. Edhe kështu që qatë bojmë jeta e tillë është. Por me gjithate, ja pro që bini tash ka zotësin, zhdërvdhelësin e vetë dhe talentin e vetë, kjo më kënaq agjit që me të vërtet shofun e disa emisione kam pak ma herët, dhe më përqej kjo mënyrë, kjo forme cila i mungon prezentimit, nuk ka televizioni që për shembull e paraqet këtë formë. Unë besoj që nuk është e mirë që të kopjojnë, se ndoshta një televizion i shkon mendja thotë, ja pra edhe këtë formë e marrin, por kjo është e lindur nga jo dhe një ideologji që edhe njerë do të kisha ta përshëndes se për herë të parë edhe e imja është kjo këtë formë që po jap këtë intervist, se gjithmonë ka qenë një kontur të them bini ullu, një kitare, me të vërtet, edhe thjesht, edhe s'poshtë edhe ajo bised, po do të, kështu që një shkoqitje e lezetshme e mirë, edhe mos të filozofaj ma shumë. Unë jam mundu me fillim që koncepti i kësaj për ditës parë, me qenë që mi odhon mundësi krejt këngëtarëve, se na sinqerisht kemi këngëtarë shumë të mirë, edhe me pas mundësin me u shfaqe në mënyrën më të mirë, edhe një verzion pak më ndryshe se herave tjera si që janë mësu me ndëgju këngëtarët. Ka shumë që me bende që prezentohen, ajo veç i kem një pëthuj se krejt, e që të verzionin me piano qëto u konë një zbrasti që... Zbrasti që kërkun nuk është po këtu. Nuk është po edhe... Edhe në Shqiptari, jo s'moj me thamë vetëm në Kosovë, por në Shqiptari kjo agjet ka mungu kjo truez, ta quaj, dhe shumë i mirë kjo është një formë ku prezentimi do të kishte me qenë ata këngëtarë me të vërtet që këndojnë live, jo CD-ja. Jo, ata së nullën. Do t'i hudhme dhe do t'i... S'mojnë hull ata këto. Jo. Ato e këtu është shumë bukur kjo. Mua më pëlqen kjo. Shpesh herë unë kam thonë, pse festivalet e fëmijëve i mbojnë playback ashtu në atë formë. Po lebe në të gaboni klasës parë është ai, apo nuk është ende në shkollë, belbzon ende. Po neshtë, edhe pse gabon, galltitet ajo. Pse se fëmijo. Aja ashtu të mësohet edhe del dhe e knoq, unë e thot, di të interpretohet live, thot, gjallë, jo për shembull CD-ja këtu, po nduket që i ardhë funde dhe kësaj pune dhe gradualisht është duke e shojnë vetë këngëtarët, vetën, nuk ka ajo qamqakëzi, për shembull studio, të vish dhe të për shembull një tonalitet, zgjatë, ka mundësi bënë të vetë jetë në këtë integrim dhe studio ka mundësi që ndoshta vesh një interval të jepet. Pas të ajo shkon me figuracion të notave dhe që. Në gjërë vizatohet, përtorohet, po kohë. O Gjaveli, kur këna me pas një koncert tonën, a ke mendu, a ke në plan? Bëni une, vitin e kalum, ishte 50 vjetori i koncertit, kështu që ideologikisht e pata lidhë këtë koncert, thash, të dalë me band, kemi dalë disa herë, por thash, ajtë ta bëjmë një formë tjetër. Kështu që bisedu me Bardën Labazi, i cili ishte në atë kohë si drejtor. Ai ishte mënyrën ideologjike që e bajti një koncert për Qazim Dushkun, Ramadanin, dhe tha radhën e këti Gjaveli. Por aty është inkuadru me një ideologji që unë mës të interpretoja gjitha këngët, për pos një këngë tash. Këngët tjera t'ja vlojmë solistëve të gjeneratave të reja. Me një orkestër gjysmë simfonik, i cili
Jashtëzakonisht edhe dirigjimin e bënte edhe Valton Beqiri, dhe kështu që një koncert i cili mbahet mend për një gjysmë shekulli i grupit Trix. Ishte interpretimi i lezetshëm kur i ndëgjosha këngëtarët e ri. Kjo ishte ajo kur ajo që të dhante, salla për plot, pallati i sporteve shaka qenë, dhe në fund Zëshkania ime interpretu me gjithë ata solistët, 3-14 solistët së bashku dhe kështu u përmbyll. Ndërsa, si koncert, tash me grup, mendoj edhe viti arshëm, une, po që se kem shëndetin mirë si duhet, kam dëshirë edhe një turnet i hymë, mërë edhe në fshatrat, nësë është në pyetje të Kosovës, edhe aty keme shku me dhe që faqë koncert. Pikrish për këto tash me bonë se cilin qytet një koncert, ka një koncert me bo, edhe tash është më kujtohet edhe bini aj koncerti që ishta me Labin, isha si musafir, se dhja të kujtohet në sheshe pa të më majtë në atikun, se dhja po të kujtohet bash kur t'i edhash tonalitetet i knum një 4-5 kongë. Bashkë në kona, a? Po bashkë, një fartrueze ka qenë Labi. Po, konë kjo, dorga grupeqare diqka. Qashtu e organizimin organizimin ombrellën e Labit, edhe aty pa të mdallë bashkë. Të nëj Labi ma bone, tha, Agjavelli, tha, do të vish ta këtë koncert edhe tha një 5-6 kongë. Tosh, pa kur farë problemi. Dur një koncert i bukur, i mirë, se ju i dish i mirë ato kongë, edhe kështu që s'kishte problema, ona profesionale. Edhe me Labin e bisedu me majre që do të me bo një kongë bashkë, kësmet. Me plot dëshirë ti bini, sepse thash familjarisht e këto gjitha, pa morë parasysh, po Labi është një, ta tham një këngëtar, jo pse kemi vendas, po është një këngëtar dhe një solist i kompletun. Une nuk e di, ende si pas mendimit tim, atë që bukur i këndon këngë zbavice, e kam dëgju. Atë që zon ka zhonën e vetë, kuptot ajo, gjitha, muzikën populore të mirëfillt, jashtëzakonisht bukur. Por, bini, letë mbetet një obligim dhe yti, do të shumë e bona në një duet bashkë. Me knasi. Kështu që e këshumë, do një farë kornize muzikore, Feriza e ose, ha? Pa, gjithësysht këna me bo. Kisha dosht me të një të kënu edhe kongën Undam në rësir. Po. A? Po. Undam në rësir, atë natë kur binte shi, më puthe një herë, më thelam të mirë. Undam në rësir, atë natë kur binte shi, më puthe një herë, më thelam të mirë. Dy lot më pikojnë, o shpirti im, pse më letë vetëm, sa je pa më shirë. Dy lot më pikojnë, o shpirti im, pse më letë vetëm, sa je pa më shirë. Përndeshëm. Tonalitetet me ko, kur janë kriju kështu? Po. A i ke ndryshu shumë? Jo, interesant është ngjyrë zonit. Qajo ngjyrë është, ne që kemi inqizun në 17 vite s'kom livrit atë, po jo. Që kjo është shumë interesant. Mosha e bon të vetë, në agjet adin edhe... Po dhe realitet me tonalitet. A mo që tonaliteti jom? Ende... Interesant. Mirë është, mirë. Agjavelli, atë kësha mujt me të pytë. Cila kongë akoma të emocionon kër e këndon koncert?
Ka qënë një pyetje, Axhit, kështu, të gjitha këngët unë mendoj që e kanë atë objektivitetin e vetë. Shumë emocione. Po, por prap, kur ti këndoj këngët e viteve 70-a, ato janë me plot emocion. Që për mësë mirë që këto këngë, këto shumica aty në këngëve janë viteve 70-a. Kom bo albume ndejnë 2010-ën, mos s'kam bo albume se faktikisht një album i bësh edhe 10 këngë, u duke 10 këngë, klipe për me ardhë në famë, u po ajo, do me thonë forma e klipit, apo kënga si këngë unë dëgjojke, su në dëgjojke. Do me thonë edhe hupshin ato këngë. Një këngë ja po shumë një klip. Kështu që prap nostalgjia është e aty një këngëve të vjetra. Ato s'muj me mohu, a këto këngë të reja thash se atë shumë i kimi ngarku, atë shumë nga njerë nalëm edhe kur ti ndëgjoj ka njerë, thëmë, ke mujt ma let pak, ke mujt ma let, ma ambël pjesa instrumentale, aranjmanit, po thëmë se shumë tepër i kimi mbush me aranjman. Edhe konga, bind që po mbushën me formën e aranjmanit të tepër, nuk bjen veshten e a që so këngë të leta jonë këto? 2-3 akorde edhe janë të lezetshme jonë këngë, cilat me të vërtet që metën edhe të pavdekura, do me thonë, një gjenerate të tretë. Pra nostalgjia mbet e viteve 70. O Gjevelin, na jena veç që jemi në fund, unë falenderoj shumë, për zëmërsisht që ke gjithë kohën edhe mundësin me ardhë, unë nuk noqa. Knasia bini ishte edhe imja, dhe kjo sezon inshallah shkon si që është më së miri. Falendeshëm, që pikrisht më dosh me fillu me ty. Keni shëndetin, e ne së bashku na fillum së bashku me një hapë. Në ashtu ju dëshërej edhe juve suksese o Axhit, të keni shëndet edhe gjithat mirat në jetë. Suksese bini dhe kështu marshoni. Kjo është rruga ma adekvate dhe rruga ma profesionale që gjdo këngëtar i cili me të vërtet e ndjen vetën këngëtar, ja trueza urdo kënda. Falendeshëm. Dhe këtë pojmë për mbyllin për sonte. Falenderit kretë juve që përna ndeshni vazhdimisht të shihemi me javën tjetër me mësafirin e radhës. Falendeshëm. Natën e mirë.